Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Personat që konsumojnë kos duhet urgjent ta dëgjojnë këtë, do ngeleni pa fjalë. Kosi është një nga ushqimet që nuk mungon kurrë në frigoriferin e një anviste shqiptare. Shumë anvisa e zën kosin vetë një herë në 2 ose 3 ditë për të siguruar që ky produkt nuk do të mungojë asnjëherë. Kosi është një produkt mirëbërës si për të rritur ashtu edhe për fëmijë. Ai prodhohet nga fermentimi i qumshtit dhe është i pasur me proteina, kalcium, vitaminë B6, B12 dhe probiotik. Nëse kjo larmi përfitimesh nuk ju bind mjaftueshëm, atëherë ju do të mësoni arsyet pse duhet që të konsumoni kos çdo ditë. I bën mirë stomakut. Kulturat e gjalla të cilat gjenden te kosi janë efikase kundër konstipacionit, diarres, inflamacionit të zorrëve dhe sëmundjes së zorrës së trashë e të tjerë. Këto probiotik përforcojnë imunitetin dhe e mbrojnë stomakun nga të gjitha infeksionet. Osteoporoza. Brishtësia e kockave vjen si pasojë e ndryshimeve hormonale dhe mungesës së vitaminave D dhe kalciumit. Kosi është i pasur me kalcium dhe konsumimi i rregullt i tij përmirëson strukturën e kockave. Tensioni i gjakut. Studimet kanë konfirmuar se produktet e bulmetit kanë aftësinë të rregullojnë tensionin e gjakut. Gjithashtu, me sasinë e duhur të produkteve me pak yndyrë, rreziku i tensionit të lartë të gjakut do të bjerë me 50%. Nga ana tjetër, mundet të humbisni në peshë. Kosi është ideal edhe për të kufizuar kaloritë. Ai gjithashtu shuan urinë dhe nepsin për ushqime të ëmbla. Pasi përthithet, kalciumi nga kosi ndikon që qelizat e yndyrës të ulin prodhimin e kortizolit ndërkohë që aminoacidet djegin yndyrën e tepërt. Rekomandimet gjithnjë vlen për kosin me pak yndyrë. Skuqjet e lëkurës tek bebet. Ky ushqim është ideal për lëkurën e ndjeshme të bebeve. Atë ju mundet që ta përdorni për të trajtuar skuqjet në lëkurë të cilat janë të shkaktuara nga pelenat. Vitaminat. Kosi përmban fosfor, kalium, jod, zink, vitamina C, B5, B12. Kjo e fundit është një vitaminë shumë e rëndësishme për ruazat e kuqe të gjakut dhe sistemin nervor. E ftohura. Kur imuniteti është i fortë, do të mposhtë viruset dhe bakteret. Konsumoni 150 deri në 200 gram kos në ditë për të shpëtuar simptomave të ftohurës, gripit dhe gjithashtu problemeve me fytin. Ky produkt nga ana tjetër përgjysmon edhe të gjitha shanset e shfaqjeve të këtyre sëmundjeve. Shëndeti i lëkurës. Kosi është një nga kurat më të mira për femrat. Ai përmirëson lëkurën, shtrëngon poret dhe i jep lëkurës elasticitet dhe shkëlqim. Kosi është i dobishëm kundër simptomave të plakjes, ankthi më e keq për shumë femra. Shëndeti i flokëve. Kosi është i dobishëm edhe kundër flokëve të thatë dhe të hollë. Ai gjithashtu forcon çdo qime të flokut dhe pastron skalpin tuaj nga zbokthi. Sigurisht që kosi duhet të jetë ai që përgatitet me far dhe jo i përpunuar. Çfarë ndodh me trupin tuaj nëse hani kos çdo ditë? Kosi është konsumuar nga njerëzit për qindra vjet. Ai dallohet për vlerat e larta ushqyese dhe konsumi i rregullt i tij do të sjellë shumë përfitime të konsiderueshme shëndetësore. Sipas ekspertëve, ju duhet të keni parasysh se kosi do të ndihmojë edhe për humbje peshe. Për disa, dëshira për të humbur peshë mundet që t'i bëjë ata të kthehen në çdo lloj zgjedhjeje, qoftë një ushtrim darues me palestrën apo vëzhgimi i dietës së tyre, apo zakonisht një kombinim i të gjitha këtyre gjërave. Sa i përket dietës më të shëndetshme,
Kosti nuk është rastësisht në programin dietik të shumë dietologëve. Kos për një zorë të shëndetshme. Shëndeti i zorrëve mundet që të mos jetë diçka për të cilën ju mendoni shpesh, por një kosisht ai është thelbësor edhe për të mbajtur një mënyrë jetese përgjithsisht të shëndetshme. Zorët tona janë të gjitha përgjegjëse për tretjen e ushqimit dhe përrithitjen e lëndëve ushqyese. Ndaj është thelbësore që ajo të funksionojë ashtu siç duhet. Një gjë e cila mund të ndihmojë në këtë proces është pikërisht kosi. Kockat të forta. Sipas ekspertëve, nëna juaj gjithmonë thoshte që të pini qumësht për kockat tuaja. Ndërkohë, ndoshta ndryshe nga shumë gjëra të tjera, kjo ishte e vërtet, por si mund të ketë harruar të thotë se kosi mundet që të ndërtoj kocka të forta. Produktet e qumshtit, gjithashtu duke përfshirë edhe kosin, janë burime tepër të shkëlqyera të kalciumit, i cili është edhe minerali kryesor i kockave. Kosi është gjithashtu i dobishëm për ata të cilët vuajnë nga osteoporoza. Kos për një humor akoma edhe më të mirë. Në mes të një stresi të punës dhe çdo gjë tjetër që mund të shkaktojë ankth dhe probleme, humori juaj është i lehtë që të bjerë her pas here. Ka disa mënyra tepër klasike për të përmirësuar humorin tuaj. Ushtrime dhe gjumi më i mirë, por edhe ngrënia e kosit janë përforcues të mrekullueshëm të humorit. Gjithashtu, sistemi juaj imunitar do të jetë akoma edhe më i fortë. Në ditët e sotme është më e rëndësishme se kurrë që të dini se një sistem imunitar i shëndetshëm duhet që të luftojë të gjitha infeksionet, viruset dhe gjithashtu një nga mënyrat për të forcuar sistemin tuaj imunitar është që ju të konsumoni probiotik të cilët gjenden në kos. Duke ngrënë kos çdo ditë, ju do të ushqeni traktin tuaj gastrointestinal dhe gjithashtu ju do të mund të keni baktere të shëndetshme të cilat do të parandalojnë bizotërimin e baktereve të këqija, gjë e cila do të çojë në përmirësimin e shëndetshëm të zorrëve tuaja dhe gjithashtu të sistemit tuaj imunitar. Si fillim, çfarë duhet patur kujdes? Konsumimi i përditshëm i kosit përveç të mirave të tij mundet që të ketë edhe efekte negative. Si fillim, konsumimi i tepërt i sheqerit. Një nga disa avantazhet e kosit që mund të gjeni në treg është se disa marka janë të mbushura me sheqer i cili përfshihet në parfumet dhe shurupet të cilat shtohen për të krijuar një gamë të gjerë shijesh. Zgjidhni kos të thjeshtë dhe gjithashtu shtoni frutat tuaja për të minimizuar rrezikun e sheqernave të fshehura. Mundet që të përkeqësojë edhe problemet tuaja gastrointestinale. Ndërsa konsumimi i kosit mundet që të jetë i dobishëm për shëndetin e zorrëve, duhet të dini se ai gjithashtu mundet që të dëmtojë sistemin tuaj të tretjes. Nëse jeni intolerant ndaj laktozës ose nëse produktet e qumshtit ju fryjnë, atëherë shmangni kosin. Kosi mundet që të kontribojë gjithashtu në një gjendje të quajtur rritje bakteriale e zorrëve të vogla. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e patë videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.